Emisari Amerikan për misionet të veçanta Richard Grenell ka shkruar përsëri për prokurorin Jack Smith dhe aktakuzën që prokurori Amerikan ka ngritur në vitin 2020 ndaj Hashim Thaqit, aso kohë presidenti i Kosovës, i cili sot po gjykohet në Hag. Grenell ka përmendur Bruce Schwartzin, një zyrtar i lartë në Departamentin e Drejtësisë, me të drejtë qasje në informacione sensitive, të cilit Grenell thot se i kishte treguar privatisht informacione për negociatat midis Kosovës dhe Serbisë që po zhvilloheshin atë kohë rreth marrëveshjes së Washingtonit. Emisari Amerikan thot se Schwartz ka minuar Donald Trumpin në politikën e jashtme, duke i ndarë ato informacione me prokurorin Amerikan Jack Smith dhe shton se ky i fundit ka ngritur aktakuzë ndaj Thaqit për këtë arsye. Ai duhet drejtohet dhe gjykohet, ka thënë Grenell përmes një postimi në rrjetet sociale. Kujtojmë se ish emisari për Ballkanin i Richard Grenell ka qenë gjithmonë në krah të Hashim Thaqit, pasi Donald Trump fitoi betejën e tij me prokurorin Jack Smith në Amerikë, ku gjykata e vlerësoi se emërimi i Smith kishte qenë antikushtetues. Grenell tha se radha ishte Hashim Thaqit, duke aluduar në lirimin e tij. Rasti Jack Smith kundër Trump po shembet, radha është tek ti, Hashim Thaçi, shkruante ai aso kohë në rrjetin social X. Richard Grenell e kujtoi episodin me prokurorin Jack Smith edhe kur uroi Kosovën për 17 dhjetorin e pavarësisë. Përmes një postimi të publikuar në X, Grenell u shpreh se presidenti Hashim Thaçi duhet të festonte në Prishtinë jo pas hekurave në Hag. Grenell theksonte gjithashtu se ky moment historik është rënë në hije nga një padrejtësi e rëndë. I uroi të gjithë miqve të mi në Kosovë një festë të gëzueshme dhe të sigurt në 17 dhjetorin e pavarësisë së tyre. Megjithatë, ky moment historik është lënë në hije nga një padrejtësi e rëndë. Babai themeluesi i shtetësisë së Kosovës, presidenti Hashim Thaçi duhet të festonte sot në Prishtinë, jo pas hekurave në Hag, shkroi Grenell në X. Më tej ai nënvizoi se ky burgim duhet të merrte fund teksa vendoste me hashtag emrin e ish prokurorit të Hagës Jack Smith. Evropianët nuk kanë arritur të veprojnë kundër kësaj padrejtësie në 5 vitet e fundit dhe institucionet shtetërore të Kosovës kanë dështuar të ndërmarrin veprimet e nevojshme ligjore për t'i dhënë fund kësaj padrejtësie për shkak të politikës. Ky burgim i padrejtë duhet të marrë fund, Jack Smith, përfundonte shkrimi i Grenell.